Pas goditjes së zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe biznesmenit Ergy Sagaçi, kryeministri Edi Rama është duke përgatitur të dërojë një tjetër shuplak të fuqishme nga prokuroria e posaçme. Hetimi i aferës korruptive të incineratorëve, i cili ka lënë disa litar jashtë prej vitesh, duke se tashmë është afruar në zyrë ngjitur të kreun e qeverisë. Sekretari përgjithshëm i kryeministrisë Angela Gaçi, i konsideruar dhe si eminenca gri e shefit të qeverisë, duke se do të jetë personazhi i radhës në oborin e Ramës që do të provojë shijen e hidhur të prangave nga prokurorët e posaçëm. Burime konfidenciale për Bold News Pikal deklaruan se historia e incineratorëve ende nuk është mbytur dhe se tashmë janë krijuar dyshime të forta mbi rolin e Agaçit. Hetimi për aferën e djegsave ka nisur rreth 5 vite më parë. Deri më tani personazhi kryesor i arrestuar e dënuar janë ish ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish deputeti socialist Alqi Bllako. Një mëri provash dhe faktesh të dala ndër vite kanë krijuar dyshimet e forta publike se afera me kosto rreth 430 milion euro është ideuar dhe zbatuar nga njerëz në pushtet shumë të lartë në Shqipëri, përfshirë këtu dhe kreun e qeverisë Edi Rama, ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, kryetarin tashmë të arrestuar të Tiranës Erën Veliaj dhe një rol decisiv në hartimin e procedurave Angel Agaçi. Ka shumë indikatorë që tregojnë se afera qindra miliona eurosh e incineratorëve bërin deri në majën e kupolës shtetërore. Gjeneza e aferës nisi me procedura dhe implementimi për impjantin e përpunimit të mbetjeve në Elbasan, të cilët u pasua me sipërmarrje të ngjashme në Fier dhe në Tiranë. Në shtator të vitit 2014, Ministria e Mjedisit nis një procedurë të përzier për të dhënë koncesion me negocim pa shpavje impjantin e përpunuar të mbetjeve të qarkut Elbasan pas propozimit të pakërkuar të dorëzuar nga Alptek Energy. Ndërsa në dhjetor të vitit 2014, Këshillli i Ministrave miraton vendim numër 907 për dhënien e miratimit të financimit të nevojshëm të kontratës së koncesionit për ndërtim dhe administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan. Angela Gaçi në dëshminë e tij në mbetim para Komisionit Hetimor Parlamentar deklaroi se vendimi i Këshillit të Ministrave për financimin e incineratorëve të Elbasanit nuk është miratuar sipas propozimit të Lefter Kokës. Nëse konsiderohen të sakta deklarimet e Agaçit, sërish është e paqartë se kur është hartuar kjo procedurë e re dhe si është realizuar brenda një dite të vetme.